أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falenderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falendrohet. Allahun e madhërisëm e falenderojmë nga thellësia e shpirtit për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut Dhul Xhelal, i cili është një pa rival dhe pa ortak. Dëshmi me cilën e fillojmë jetën tonë, dëshmi me të cilën e zhvillojmë jetën tonë, dëshmi me të cilën e lutim Allahun që ta përfundojmë jetën tonë, dhe dëshmi e cila lutim Allahun të bëhet shkak që të na hapen dyert e xhenetit dhe të fitojmë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet e tij të pastra të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me rrëfimet kuranore për pejgambert e Allahut Dhul Xhelal, ku kalojmë sure pas sureje, të cilat flasin në ajete të caktuara për momente historike nga jeta e këtyre pejgamberëve dhe ballafaqimin e tyre me popujt e tyre. Jemi duke folë për Salihun alayhis salam dhe ballafaqimin e tij me popullin Thamud, dhe jemi në surën Al-Qamar, sura në cilën flitet për këtë ballafaqim që kishte Salihu alayhis salam me popullin e tij Thamud, dhe në ajetet që i lexuam në mësimin e kaluar, nga ajeti 23 dhe në ajetin 32 janë 10 ajete apo 11 ajete të cilat flasin për disa momente dhe sekvenca nga jeta e Salihut alayhis salam me popullin e tij Thamud. Në mësimin e kaluam i përkthyem këto ajete kuranore dhe dham një sqarim të përgjithshëm, që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Xhelal të vazhdojmë aty ku e lam, duke përmendur disa mësime dhe porosi të cilat dalin nga këto ajete kuranore. Realisht të mësimet tona kanë dy anë. E para është ajo për cilën na jemi duke i përmendur këto ajete kuranore për të nxjerrë në shesh momente historike nga jeta e pejgamberëve dhe ballafaqimi i tyre me popujt e vet. Edhe pjesa tjetër është sqarimi i kuptimit të ajeteve kuranore, ajo që quhet në gjuhën e shkencës tefsir. Dhe kjo është për mirësive të këtij mexhlisit, sepse ne edhe mësojmë diçka nga Kurani, mësojmë diçka prej mësimeve që nxjerrin nga ajetet kuranore, dhe normalisht mësojmë diçka nga historia e pejgamberëve dhe ballafaqimin e tyre me popujt e tyre. Kjo që dobit janë të shumta, lëm për atë që ka sabër dhe vullnet me nejt gati këtyre mexhliseve, për me fut veten në bekimet e Allahut Dhul Xhelal dhe në mesin e atyre besimtarëve që Kurani u bëhet pranverë e zemrës së tyre, ose zemrave të tyre. Në përputhje me lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e lutte Allahun e madhërisëm me lutje madhështore dhe në fund e përfundonte dhe bëje Kur'anin pranverë të zemrave tona. Kur'anin bëje libër i cili do na mbush zemrën me lloj-lloj bereqetesh, me lloj-lloj bukurish, me lloj-lloj aromash të këndshme,
Kjo është qëllimi I pranverës në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sa më shumë që jetojmë na me Kur'anin, aq më tepër zemra jon mbushet me këto bereqete që I kanë vetvete ky libër I bekum I bereqetshëm Kur'ani. Allah I madhëshëm e boft Kur'anin pranverë të zemrave tona dhe ne I bekoftë të zemrat tona duke qëndruar afër dhe gjatë me këtë libër të bekum inshallah taala. Prej mësimeve dhe porosive që dalin nga këto ajete kuranore është edhe kjo. Kur Allahu xhela tha inna mursilun naqati fitnatan lahum, ne e zgjodhëm që fitnë për popullin Themud ta bëjmë deve. Ulemat e tefsirit kanë thonë Allahu dhu xhelal të gjithë pejgamberët I ka shoqëruar me argumente dhe fakte, të cilat do thot janë kanë sfiduese për ata njerëz që na I quajmë gjuhën e fesë mrekulli. Fakte, argumente me të cilat Allah I madhërishëm I ka sfidu popujt e pejgamberëve. Çka thënë ulemat? Thënë ulemat, Allahu I madhërishëm nuk I ka quajtur pejgambert thjesht për ta la gojën, për ta kry detyrën vetëm. Jo. Allahu I madhërishëm I ka quajtur pejgamberët të zgjedhur nga populli I tyre, të përkryer në virtytet morale, të aftë në artikulim dhe plot argumente në bagazhin e tyre që të arrijnë qëllimin e udhëzimit njerëzimit. Allahu I madhërishëm nga dashuria dhe kujdesi dhe dëmshuria që ka për njeriun I ka quajtur pejgamber. Para kësaj u ka dhënë mendjen e shëndosh. Para kësaj I ka krijuar në natyrën e pastër. Shifne, I ka dhënë para dispozita njeriut që njeriu të jetë besimtar, të jetë monoteist. Fitratin, natyrën e pastër, logjikën, mendjen e shëndosh. Pastaj ka dhënë krijesat në gjithësi, në qiell dhe në tokë, që të shef madhështinë e tyre dhe duke menduar mbi to, të vjen në konstatim se është një krijues madhështor që I ka kriju këto gjëra. 3, 4, ndodhit e ndryshme në jetën e njerëzve, momente të caktuara nga jeta që e dridh mendjen e tij, e dridh shpirtin e tij dhe I krijon një lloj vetëdijsimi, edhe mas këtyre llojeve të argumenteve, Allahu I madhëshëm 5 I çon pejgamberët e tij. Pejgamberët që mos harohen fjalët e pejgamberëve, disa prej tyre I shoqëron edhe me libra të shpalluna. Atë gjithë pejgamberët I shoqëron me mrekulli për të sfiduar popujt e tyre. Andaj, nga kjo që thash, del konstatimi se Allah I madhërishëm pejgamberët e tij I ka dërguar te njerëzit që t'i bindin ata të besojnë Allahun e madhërishëm. Që në momentin kur ata kanë me kundërshtu thirrjen e pejgamberëve, ky kundërshtim të mos jetë në bazë të argumentit që e kanë ata, në bazë të polemikave që bëjnë ata, po thjesht jetë nga mendje madhësia dhe përbuzja. Sepse s'ki çështje e mohon Salihun alayhis salam, I cili është më I miri I popullit Themud, I cili kur njerëz ka gabu, aske se ka rrend, as se ka mashtru. Plus e solli një mrekulli deveja e cila doli nga shkambi, nga guri, që në atë kohë, e sot është vështirë me ndodhë diçka e tillë, jo në atë kohë. Andaj ata mos kishin arsye logjike as argument faktik me të cilin ata mund të demantonin thirrjen e Salihut alayhis salam. Por çka ndodhe? Kjo është shumë më rëndësishme me kuptu. Edhe sot, njerëzit sot nuk e kundërshtojnë të vërtetën pse kanë fakte argumente. Mohabeti ateistave, për shembull, se na kena fakte argumente. Asnjë fakt, asnjë argument se kanë ateistat që mohojnë Zotin. Ata I kundërshtojnë besimtarët që besojnë në metafizik, në
në atë që është pas materjes, me besim në faktin që ata e promovojnë ose e proklamojnë se s'ka Zot. Edhe thirrja e tyre është besim, sepse ata nuk kanë asnjë argument me të cilin mund të argumentojnë se s'ka Zot. Megjithëse ne besimtarët kemi plot argumente që konstatojnë edhe vërtetësisht se ekziston Zoti. Po ata thirrën emën shkencës, edhe bëjnë zhurmë në emër shkencës veç për me mjegullu situatën të njerëzit që nuk e njohin as fen as shkencën. Janë fetar tradicionalisht, edhe nuk janë shkencëtar sepse s'kan studiu. Ama kush është besimtar që besimin e ka marrë me dituri, edhe është shkencëtar që mirët me shkencë, ai va përplas këtë argumentet për ftyrë atyve, edhe s'u ngjelet asnjë argument atyre. Që do thotë, nëse sot kemi na njerëzit që kundërshtojnë besimin, atë e bëjnë nga mendje madhësia, nga arroganca, nga përbuzja, nga do thotë fllisia e mendjes dhe shpirtit e tyre, që është e paaft ajo zemër, ajo mendje për të pranuar të vërtetën e besimit. Dhe andaj refuzon. Pse? Se do të mejtu pa rregulla, do të mejtu pa kufizime, do të mejtu pa vlera morale. Andaj e mohon besimin, se e din edhe nga natyra e pastër e tij, po edhe nga ajo që e ka lexuar dhe ka ndëgjuar prej ndikimit të besimit ose pasojave të besimit, është, do thot, ai sistemi i përkryer moral në të cilin duhet të jeton besimtari. E ai nuk do të me jetu në kësaj lloj sistemi të përkryer moral, do të jeton pa vlera morale edhe kundërshton besimin. Për ta kuptuar domosdoshmë sot pse njerëzit promovojnë ateizëm, promovojnë antiteizëm e kështu me radhë. Inna mursilun naqati fitnatan lahum, ne do e çojmë devën fitnë sprov për ta. Pra Allahu dhu xhelal tregon se pejgambert e Allahut kur i dërgon për të ftuar njerëzit në besim, i shoqëron ata me argumente bindëse, që të mos kenë hapësirë kundërshtarët të kundërshtojnë besimin në bazë të argumenteve që kanë, po thjesht nga mendjemadhësia. Do të hatta idha stakbara kana istikbaruhu an ilmin, edhe mendjemadhësia e tyre të bëhet e qartë se është mendjemadhësi, jo që kanë ata fakte dhe argumente. E pse kjo? Fa kana iqabuhu ashaddu wa awja. Se kur ti ndeshkon pastaj Allahu dhu xhelal, ndeshkimin e tyre të jetë më i ashpër edhe më i dhëmshëm. Pse? Sepse ti e dishe se kjo është e vërtet. Ti kishe argumente para vete se kjo është e vërtet. E kundërshtove, e refuzove, e përbuze, pa fakt argumente, atë normalisht dënimin dhe te ka me qenë shumë i madh. Ulihadha ja'ala Allahu naqata fitnatan, andaj Allahu dhu xhelal e bëri devën fitnë për ta, sepse nëpërmes devës u shfaq e vërteta, ata nuk e pranuan dhe u bë fitnë kjo situatë për ta, derisa refuzimi i tyre, kundërshtimi i tyre u bë shkak i mos besimit kufrit, e kjo u bë shkak i ndëshkimit të tyre nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe një porosi mes rreshtave e kanë nxjerr ulemat, thënë kështu: Idha yassara Allahu laka asbab al-ma'siyati fala taf'al. Shumë porosi e bukur edhe mirë, që ka nevojë secili i ri sot ta merr me seriozitet më të lartë këtë porosi. Thot, nëse Allahu, a sot kjo është shumë afër edhe lehtë të realizohet. Nëse Allahu ta lecon ty shkakun e bërjes mëkat, ti mos e bën mëkatin. Sot mundësit për të bërë mëkat janë shumë më të mëdha se të kalumen. Mundësia për të bërë gjuna sot është më e lehtë se të kalumen. E thot ulemaja, nëse të mundësohet ty sot shkaku i bërjes mëkatit, ti mos e bën. Pse? Fa inna Allaha rubbama yuyassiru asbab al-ma'siyati lil-insan, se ndodh që Allahu ndonjëherë ja lehtëson njeriu shkaqet e gjunahit,
Pse kjo? Fitneten lahu, për ta testu. Edhe andaj, kur sot është let me ra në gjuna, ti reziston edhe imani jot është më i madh. Edhe takvalloku jot është më i madh. Edhe shpërblimi jot është më i madh. Andaj, thirrja që ja bëjmë ne vetvetes dhe besimtarëve në përgjithësi, pleq e tri, burra e gra, meshkuj e femra, që ta ruajnë veten nga gjunahi, nga të gjitha llojet e gjunahave. Është thirrje për me rujt imanin ton dhe me shiju takvallokun ton. Sidomos sot, kur mundësia për të bëjë gjunahe është shumë e madhe. Do dhe çdo sekund ka mundësi me bëjë gjunahe. Tu fol telefon me diken ka mundësi me përgëju të rretin. Tu shkujt në rrjetet sociale me diken ka mundësi me shpif për të rretin. Tu këshit diçka dobishme në internet, mundet me dalë diçka haram para syve. Me bëjë gjuna. Do thot, mundësit për me bëjë gjuna sot janë vazhdimisht të pranishme në sekondat e jetës sonë. Dhe nëse ne rezistojmë, kundërshtojmë, i rim karshi e refuzojmë, atër kjo të regon se imani jonë është i lartë. Takvalloku jonë është i vërtet. Ama, për me arrit në këtë nivel, se cili për neve duhet me njët gati imanit ti. Duhet me e ushqy atë. Duhet me e forcu atë. Me adhurimet e ndryshme, të cilëve na duhet më dhonë rëndësi, jo vetëm rëndësi teknike, po duhet më dhonë rëndësi edhe dashurie dhe përkushtimi. Ka dallim mes një fëmijës të cilën e çon baba me ushtru futball nga dashuria dhe pasioni që ka për futballin, edhe tjetrin që e çon baba me lut futball me zor. Edhe ki lun futball, edhe ki lun futball. Ama rezultatin që e të regon kë dhe mjeshtrin në futbol, dallon shumë prej këtij dytit. Pse? Se i pari e ka dashuri, e ka pasion, edhe i përkushtohet me krejt fuqi që i ka futbolit. I dyti, jo. E ka që baba me zër, edhe i shkon, e hup kohën, shkon e vjen, mi po nuk ka ndonjë ndryshim taj. Edhe kështu janë këtë sportet, kështu janë këtë zanatet, ama të sportja dhe zanati e boni fitoj dynja, e boni fitoj fam, e boni fitoj të mira kësaj bote, se boni hub diçka për kësaj bote. Ama të adhurimet tona ka dallime shumë të lloja. Na e vërejmë vazhdimisht, a vim në xhami me shiju ambërsinë e namazit, apo vim veç me hek barën për supeve tona. A vim në mezhliset e elmit, që na me ushqy shpirtin, mendjen, zemrën tonë me dituri, apo thjesht vim për evidencë. A i bëjmë dhikrin na që ta shijojmë kënaqësinë e dhikrit për mendjes Allahut xhelal, apo na e bëjmë teknikisht vetë se duhet me thonë 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar, edhe la ilaha illallah wahdahu la sharika lah në fund për në botë tasbih. Apo i bëjmë ato për me shiju kënaqësinë e dhikrit. Shefin e Allazi shife, se cili për neve e shef të njëri tjetri. Pasionin për diçka. E shef kër e thret të ndrejke, ndark, në shëtitje, me qëfar pasionit vjen, edhe e shef kër e thirë të hajde të falim 2 rekate namaz duha, ose hajde të falim vitrin kër jemi në udhtim bashkë dikon, me qëfar pasionit dhe vullneti na, qohem në kom me fal vitrin, ose me fal namazin duha. Se që për neve e vërejnë këtë. Edhe andaj kemi nevojë na me rujt imanin ton, me shtu atë takvallokun ton, që pastaj në momentin e testimit kur na teston Allahu xhelal duke na i mundsu me bëj gjunahin, na me rezistue e pastaj ajo rezistencë mu shëndru në iman shtesë. Edhe një herë për proces këtë fjalën e fundit, për rëndësinë që ka, nëse Allahu ti leton ty i shkaqet e bërjes mëkat,
mos i bën mëkatet. Pse? Sepse Allahu disa herë t'i leçon shkaqet e bërjes së mëkateve për të testuar ty, për të testuar imanin tënd. E thash edhe një herë sot, është shumë e lehtë edhe shumë mundësit janë shumë të mëdha për me bëjë gjuna secili prej nesh në çdo sekond. Gjihadi me nefsin e tij për të net ka sheh gjunait është argument i imanit të tij. Kjo është një prej meseleve që kanë përmendur ulemat e tefsirit në lidhje me këtë ajet kuranor. Pastaj tha Allahu dhu xhelal fartaqibhum. Prit çka do ndodh me ta. Nuk tha fartaqib al-azab, prit ndëshkimin e tyre, se përmendi fjalën ndëshkim azab. Po dha prit e fundin e tyre, no? Megjithëse nën kuptoje se pritet çka ka më ndodh me ta si ndëshkim për kundërshtimin dhe refuzimin e tyre. Qeve sa bukur, dhe kjo është për madhështisë Kur'anit edhe shërbimit mrekullueshëm që ja kanë bërë Kur'anit ulemat të vëllazni. Edhe sa u kemi borxh na atyre, që të bëjmë dua për to që Allahu t'i shpërblend me shpërblimet e mëdha të xhenetit Firdaus, këtë ata dietar që e kanë shërbi Kur'anin, e kanë shërbi hadithin, e kanë shërbi Islamin. Se me të vërtet të befasojnë me çfarë konstatimesh, me çfarë vlerësimesh, me çfarë mësimesh dalin prej ajeteve kuranore që edhe na i lexojmë me vite. Ama këto mesele si shohim në brenda ajeteve kuranore që shohin dietarët. Që kanë thonë, fartaqib al-azab, nuk tha prit ndëshkimin e tyre, isharatën ila husnil adabi. Se kur t'jesh ti thirrës, nuk vanzin jetën atyre, nuk vanzin, nuk ja kallzon më të keqen e mundshme se ti të desh me i bindat, aty desh me afru. Është edukat. Mos më përmend fundin e keq atij që të e thirr, atij që don me afru, atij që don me zbut. Thot isharatën ila husnil adabi wa ijtinabu an talabi sharr, dhe pejgamberët e Allahut nuk e lipin sherrin për popullin e tyre. Edhe kjo është një isharat shumë i bukur, kjo pjesa e dytë, se kur t'jesh hoxh, kur t'jesh davetxhi, jepi përparësi optimizmit, edhe energjisë pozitive, edhe mos ja bën zi e tërë njerëzimit. Se na e shohim gjatë ligjerimeve të disa hoxhallarëve, të disa davetxhive, në shkrimet e disa besimtarëve, sidomos në këto kohët e fundit kur ummeti islam është në gjendje shumë të vështirë dhe të rëndë, duke filluar që nga problemi i Palestinës dhe Gazës, po edhe në përgjithësi, shpesh herë u humb baraspesha, edhe u humb optimizmi, edhe u humb energjia pozitive, edhe dominon energjia negative, dominon pesimizmi, dominon, do thot, zhgënjimi dhe dështimi, mungesa e parjes perspektives së ndritshme. Megjithëse ummeti islam nuk është hera e parë që sprovohet kaq rënd, ndoshta s'ka me qenë edhe fundit. Kështu ummeti islam brenda këtyre 15 shekujve ka pas ngritjet edhe uljet e veta. Dhe ka pas momente kur ka përjetu momente edhe më të dhëmshme edhe më të vështira se këto që imi të jetu në atash. Shumë më të vështira. Sot, për shembull, megjithëse ka një ofanziv të lahtarshme kundrejt ummetit islam, i luftohet feja, luftohet muslimani si njeri, feja si besim, vlerat e islamit, trashëgimia e islamit, por megjithatë kemi na plot hoxhallar, plot besimtar, plot mujahida, plot gjymerta dordhanës, plot aktivista që mundohen me shërby islamin, edhe mundohen me ngrit zërin e islamit, edhe mundohen me sakrifiku për kauzën e islamit. Edhe kjo është shpresa e madhe e ummetit islam se nuk kemi mbaru gjithë, megjithëse lufta është e egër,
përsëri ka burra që rezistojnë edhe kundërshtojnë. Andaj edhe sot këto janë ato anë pozitive, anë optimiste, anë shpresdhënëse që na duhet me i publiku edhe me mbështet në to edhe me qenë ajo që neve na shton vullnetin, na ngrit moralin dhe na shton entuziazmin për ta shërby Islamin edhe për ta ngrit ose shtu krenarin ton me Islamin derisa të jemi gjallë. Andaj ulemat thanë, nuk tha fertaqib bil adhab, prit ndëshkimin e tyre, po tha prit fundin e tyre. Edukata e mire pejgamberit edhe nuk përdor terme shqetësuese, terme larguese, po përdor terme afruese. Edhe na si xhallar, si davexhi, si besimtar, duhet vazhdimisht më munduar në fjalorin ton në pas terme pozitive, afruese, terme domethënë që ngjallin optimizëm edhe energji pozitive në mesin e besimtarëve. Janë thash, sikur të thash pak më herët, janë me të vërtetë nxjerrje të kuptimeve shumë të thella, të cilat ne kur i lexojmë nuk i nxjerrim, mirë po ja kjo është ajo që e bën dallimin mes dietarit dhe avamit dhe njeriu të thjesht, besimtarit thjesht, sepse dietari shef me dritën e Zotit, shef i mbështetur në dituri të shtresuar prej brezave të artë të Islamit, dituri e lanë trashëgim nga pejgamberët e Zotit, nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga sahabët, tabiinat, etba'u tabiinat, brezi i 4, i 5 e kështu me radhë. Andaj ka dallim mes atij që mbështetet në këtë trashëgimi akademike e shtresuar sheku i me radhë deri më sot, se si i shef ai këto kuptime kuranore dhe si ka mundësi mi pa dikush i cili nuk mbështetet në këto shtresime akademike dhe intelektuale. Pastaj kalojmë te ajeti tjetër. Thot Allahu dhu xhelal, kedhebet Themudu bin nudhuri. Kjo shprehje përgënjeshtruan populli Themud lajmërimet shumës. Megjithëse populli Themud ishte një pejgamber, ishte Salihu bin Nudhur. Në maharat kur folëm për Nuhin alayhis salam, kedhebet qablahum kur folëm domethën për Adin, tha kedhebet qablahum qaumu Nuh, maharat përgënjeshtroi edhe populli Nuhit. Këtë mesele ne kemi përmend edhe në mësimet e kalume, po është një mesele që i jep dy mesazhe bazë. E para, të rësinë tematike të thirrjes së pejgamberëve. Do të gjithë pejgamberët tematikisht kanë thirrë me temat e njëjta. Në temat e besimit. Edhe andaj përgjigjësimi i një pejgamberit është përgjigjësimi i këtë pejgamberëve. Edhe këtë Allahu dhu xhelal në Kur'an e ka theksuar qartë dhe me këtë rregull i ka bëm muslimanët në epërsi karshi i tharëve të pejgamberëve të mëhershëm. Ose me thonë ndryshe, me këtë rregull të besimit, Allahu dhu xhelal i tharët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i ka vendosur në epërsi karshi i tharëve të Musës dhe Isës e pejgamberëve të tjerë, alaihimu salatu wassalam. Pse thot Allahu dhu xhelal në surën Bakara, në ajetin e parafundit, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Nuk bëjmë dallime mes pejgamberëve. Ne i besojmë gjithë pejgamberët, që të i parit dhe të i fundit. Edhe andaj kjo e vendos i tharën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në epërsi karshi i tharëve të pejgamberët më hershëm, sepse i tharët e Isa alayhis salam nuk e besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ata që kanë qenë besimtarë të vërtetë se kanë besuar se s'ka lind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atko. Ata që kanë qenë besimtarë me trashëgimi, sikur të kishin qenë besimtarë të vërtetë, do ta besonin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi që për te ka fol Isa alayhis salam. Edhe ka dhënë mëjtë bi rasulin yati min ba'di ismu Ahmed,
e përmend Allahu xhelal se Isa alayhis salam i ka dhënë myshdë popullit vet, i tharëve vet, për një pejgamber që do të vjen pas tij që quhet Ahmed. Edhe Musa alayhis salam, njëjtë, do thonë kohën e tij s'ka qenë i lindur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ata që kanë besuar në Musa alayhis salam, ato kanë besuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por i thartë vërtet e Musa alayhis salam, momentin që do thotë shfaqet si pejgamber Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata duheshte ta besojnë atë. Edhe ju e dini, kam treguar disa herë, njëra prej arsyeve që kanë ardhur izraelitët në gadishin arabik ka qenë kjo, se ata e kanë ditë nga leximet e Teuratit se pejgamberi i fundit do të vjen në një vend ku ka hurma. Edhe ata kanë ardhur nga Palestina edhe Egjipti, ku kanë jetuar domodin, kanë ardhur në gadishin arabik. Një pjesë janë dalë në Khayber, edhe një pjesë janë dalë në Medinë. Sepse jehudit që kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Khayber edhe në Medinë, s'kan qenë venali, kanë qenë ardhacak. E pse kanë ardhur ata në Medinë? Sepse e kanë ditë se vendi ku do shfaqet pejgamberi i fundit është vend ku ka hurma, edhe kanë ardhur ata në Medinë që të bëhen ata popull me shumicë në Medinë, e kur të vjen pejgamberi i fundit, vjen për tyre. Edhe ata jehudit, arab dhe mushrik, kur ishin në Medinë, para se me ardhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, para se mu shfaq si pejgamber në Mekë dhe para se me bëj hijret në Medinë, i kërcënoheshin arab dhe mushrik jehudit, e i thëshin, bëni çka të bëni edhe pak, se ka ardhur koha me ardhë pejgamberi i fundit. E kur të vjen pejgamberi i fundit, do e shihni ju se çka kena me bëj juve na. Se tash ju mundi me na bëj çka dëni, se na i na dopt. Ama kur vjen pejgamberi i fundit prej neve, atë na kena me dominu. Edhe andaj kur erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga bita e Ismailit, e nuk erdhi nga bita e Isakit, atëra prej pritshmërive të gabueshme që kishin jehudit e kundërshtuan. Falamma arafu bihi kafaru bihi. Kur e kuptuan se nuk erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga ta, por erdhi nga bita e Ismailit, ata e përgënjeshtuan, ata e kundërshtuan. Si të qoftë, do thotë, ne si besimtar musliman e kemi rregull që mi besoj gjithë pejgamberët e Allahut. Edhe gjithë na i vlerësojmë me vlerësime që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo është rregull i akides tonë, me cilën rregull na jemi në avantazh edhe kur i thrasim na jo muslimanët, qofshin ata hebrej apo krishter apo çka të qofshin në islam, realisht na i thrasim ta pranojnë islamin, ta pranojnë monoteizmin, edhe vullën e pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe me këtë fakt ata nuk e humbin askën prej pejgamberëve të Zotit më hershëm. Andaj disa krishter që pranuan islamin në kohën e fundit, e patëm shkruajt një libër shumë të bukur me një titull shumë të bukur, e patëm shkruajt titullin e librit e fituam Muhammedin dhe nuk e humbëm Isaun. Edhe kjo është e vërtetë. Andaj kur të bëhet një njeri musliman, a ka qenë fe tjetër, ai vetë se fiton nuk humb asgjë. Edhe andaj kjo gjithashtu është prej momenteve shumë të rëndësishme na komunikimin ton me jo muslimanët, me përmend se kush e pranon islamin dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber të Zotit, ai nuk e humb Isaun alayhis salam. As nuk e humb Musain alayhis salam. As një prej pejgamberëve më herët nuk e humb. Andaj kadhabat Thamud bin Nudhur, populli Thamud i përgënjeshtuan lajmërimet, do thot e përgënjeshtuan Salihun alayhis salam, po kjo i vjen sikur se me pas përgënjeshtru edhe Hudin alayhis salam, edhe Nuhin alayhis salam, edhe Ademin alayhis salam, do këtë pejgamberët përpara që kanë jetu. Gjithashtu prej ajeteve kuranore që janë brenda këtyre ajeteve në surën Qamar, faqalu abasharan minna wahidan nattabi'u. Atë ndjekim një njeri si na nga mesi jon, akuza pse pejgamberi me qenë njeri si na. E përmendë pak na edhe ndesin e kalum,
një prej argumenteve që përdoret vazhdimisht për demantu mesazhin dhe porosin që jep dikush sot. Çka ka ai më shumë se na? Me çka dallohet ai prej neve? Kurani e shëron shumë bukur pse shumë arsye pse pejgamberët kanë qenë njerëz, sepse e përmend Allahu në Kur'an me pas qenë pejgamberët e Allahut me laçe, do i kishin kundërshtu me të njëjtën logjikë, do kishin thonë po të kundërtën e kësaj. Pse janë njerëz si na? Andaj tu e ditë Allahu dhu xhelal mentalitetin e prishur të kundërshtarëve të porosive të Zotit, i ka pu pejgamberët njerëz. Mirë po pse janë njerëz, ata dallojnë në vlera. Për shembull bota sot, nëse ka 8 miliard njerëz, brenda atyre 8 miliard njerëzve ki njerëz aq të këqij që ja kalojnë në sherr, në të keqe edhe iblisit edhe shejtanit. Po ki njerëz të mirë, aq mirë sa që me mirësinë e tyre arrin gradat e melaçeve. Do 8 miliard njerëz pas ke prej skajt më të madh të mirë dhe në skajt më të keq. Përse janë njerëz, domethënë këtë me kon njëjtë. Andaj Allahu Dhu Xhelal e tregon se kët akuzë edhe kët argument të kundërshtimit e kanë pas e popujt e mëhershëm. Andaj tha, faqalu abasharan yahdunana, a njeri si na do të udhëzon neve në At-Taghabun ajeti 6, ose në surën Mu'minun ajeti 34, walain ata'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun, nëse ju i nështroni një krijesës si ju, atëherë do jeni të humbur. Çka thonë ulemat? Krahasimet pa vend zakonisht sjellin edhe rezultate pa vend. Dash populli i Themud, nga inati që keshin me Salihun alayhis salam, mundoheshin me gjetë argumente në çdo gjë, megjithse ata e dinin se kjo s'është argument. E tash krahasimi këtë rast është pa vend. Salihu se është njeri, është e vërtet, ama ai njeri ka diçka që se kanë njerëzit tjerë. Ajo është shpallja të cilën ka dhënë Allahu dhe misionin që ka dhënë Allahu i Madhërisht për me shpërnda të njerëzimit. Edhe kjo është një mesele e krahasimeve, që fatkeqësisht shpesh herë na bën vakina me pa njerëz edhe sot e kësaj dite, edhe njerëzit thjesht, edhe në mejdanin e biznesit, edhe në mejdanin e zanateve, edhe në mejdanin e hoxhallokut, kanë herë ndëgjojmë dhe shohim njerëz që bëjnë krahasime pa vend. Edhe krahasimet pa vend sjellin edhe rezultate pa vend. Prej të parëve që ka bërë krahasim pa vend, që e përmend Kurani fisnik, është Iblisi i mallkum. Kur Allahu Dhu Xhelal e krijoi Ademin alayhis salam dhe i dha pozitë karshi me laçeve dhe gjinve, e ngriti. E kemi sharu vazhdimisht, po kemi dëshirë me potencu, Allahu Dhu Xhelal e ngriti Ademin alayhis salam karshi krijesave tjera që ishin të krijuar në atë kohë me dituri. Edhe kjo është shumë më rëndësishme me kuptu, une edhe ti, se vetëm me dituri dhe me besim na mundemi më ngrit më shumë të tjerët. Vetëm me dituri dhe besim. Kretë gjëra tjera nuk mund me ngrit. Pasuria, pushteti, fama, shkaftësia e zanateve, ato janë momentale, ato janë të përkohshme. Ama besimin Allahun e Madhëshëm dhe dituria, ato të ngrisin historikisht. Andaj besimtarët e devotshëm dhe sinqert, që nga koha e Ademit deri më sot janë të përmendur për devotshmërinë e tyre dhe sakrificën që kanë bërë për besimin e tyre. Të diturit, historinë e njerëzimit që nga Ademi deri sot, ata ngelen të ngritur dhe askush s'ka mundësi mi ul poshtë. Për këtë arsye e përsëris vazhdimisht se Allahu Dhu Xhelal Ademin alayhis salam e ngriti mbi melaçet edhe gjint me dituri. E tani,
Iblisi, i cili nga përkushtimi i tij, angazhimi i tij kishte arrit grada të larta. Dhe erdhi momenti që ai turnohet i përulet Ademit alayhisalam së bashku me krijesa të tjera. E llogariti këtë vendim Zotit pa vend, pa drejtësi ndaj tij. Edhe në debat me Allahun Dhu Xhelal, duke kundërshtuar urdhrin e tij, siç ndodh shpeshherë me shumë njerëz sot, do ndalin më të mendshëm se Zoti, e më ditën se ai, edhe pse Allahu Dhu Xhelal tha wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allahu është ai që din, ju nuk dini. Me po njerëzit marrin hujum. E i tha Iblisi i mallkum, Allahu Dhu Xhelal tha, si më urdhon mua t'i bëj sejdë atij, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, mua më ke kriju nga zjarmi, e atë ke kriju nga balta. Unë jam më i mirë, dhe khairun min, unë jam më i mirë se ai. Unë jam zjarri, ai është balta, si ti përulem une zjarri i baltës. Çka boni kë? Boni krahasim. E krahasoi veten e tij me Ademin alayhis salam. Edhe andaj ky krahasim pa vend, se Ademi alayhis salam nuk e kishte përsinë të origjina e krijimit të tij. Ashtu sikurse edhe Iblisi nuk e kishte pozitën e fituar nga origjina e krijimit të tij. Majnë e men këtë element. Iblisi e arriti pozitën e tij me çka? Me angazhimin e tij, me punën e tij. Ademi alayhis salam e arriti pozitën e tij me çka? Me dijen e tij. Edhe gjithmonë ka me qenë dituria ma e lartë se sa puna. Kjo është rregull. Të na muslimanët, nëse ju kujtohet deset e para 35 vjetëve kur i kena majt, e kena shalu këto mesele, kena thonë se Imam Buhariu rahimahullahu taala sahihun e tij e ka një kapitull me titull Babu el-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Kapitulli me titull Dituria para fjalëve dhe veprave. Edhe argumenti që e mbështet këtë titull të këtij kapitulli sa unë Imam Buhariut është ajeti Kur'anit ku Allahu Dhu Xhelal thotë çka? Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Thumma astaghfir li dhanbika. Dije se s'ka zot tjetër veç Allahut, pastaj kërko falje për mëkatet tuaja. Andaj ajeti i parë që zbriti Kur'ani ishte Iqra lezo, se ummeti islam me dituri ngritet. Dituri e cila fillon me njohjet madhis Zotit, edhe çon ai dituri te përulja para Zotit. Në surën Al-Alaq fillon me Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexon emrin Zotit tanë që ka kriju, dhe përfundon me wasjud waqtarib. Bëj sejdë madhnisë të tij dhe afroju te ai. Xhamati pa dije, ignorant, s'mundet më ngrit, as do njës në hiret. Pra shak ne i themi vllaznive, o vllazni, rrini gati diturisë. Lexoni, mësoni, dëgjoni hoxhallarët, merrni pjesë në përmëgjisë të ilmit. Se pasha Rabbul Aleminin, as milionat, as miliardat, as shtëpiat, as kerët, as fama, as qefet, kur gjon për kësaj miret botës që na vrapojmë për to ka 10-15 orë në ditë, nuk na ngrisin as dunjë as në ahiret. Ama dituria po. Dhe për këtë shkak Iblisi boni krahasim të gabum, ashtu edhe na pa dituri bëjmë për herë krahasime të gabume. Shpesh herë tollovitet mendja jon, s'mujna mi kuptu fenomenet, kush është tamam, kush është keq, sepse s'kemi dituri që na ndihmon neve me i peshu gjanat. E merr një cop ari, ose e merr një cop diamanti, edhe shkon pazar me mat, edhe vnon copën e arit, ai vag është. Pa e vag s'ka, domethënë s'ka gur të vogla me majt arën, e ka gjys kile minimumin e përpjet. Se ki vagën të rezi, se ki vagën të përshtatshme, për mi matë gjanat e komplikume. Edhe andaj shumica e hoxhallarëve fatkesisht, e mos flasin për xhamatin që shumica dërmuese kur matin gabim.
apo thotë unë kam mat, e ke mat, po çfarë vage ke përdor? Andaj dituria e thellë, dituria e madhe, dituria e gjanë është ajo vaga e specializuar me të mat, imt edhe holl, thellë edhe do thot edhe vertikalisht, edhe sipërfaqësisht, edhe horizontalisht, në gjitha diametrat, format, me marrë gjërat sakt, dituria. Andaj neve na e shohim vazhdimisht se si xhamati kur don vetëm i kuptu do gjana, edhe i bën do analiza, i bën do krahasime, shef se katastrofë. Do kada kushkon, s'është si interezi, kthe mas. Edhe andaj kemi problem na me i kuptu fenomenet. Kena problem me i peshu peshat, edhe me dhonë prioritet cilës para cilës. Dhe për këto arsye umeti islam sot i ka këto fitne në kuptimin e fesë, edhe këto fitne në kuptimin e realiteteve, sepse nuk kemi diturit mjaftueshme, e cila nëse nuk na ndihmon neve me i kuptu mirë fenomenet dhe me i vlerësu, spaku na mëson, na jep një tërbije me hesht, sepse janë mejdanet thella dhe të rënda, nuk kemi na ehel të aftë me hinë këto mejdane. Na bën me kuptu se mos hin det thellë, mos hin në oqean me notu kur ti s'din not me bo. Edhe atëre pe diturive që i fiton nga qëndrimi afër dijes është për tema që nuk din, nuk flet. Pse? Sepse e din se nëse flet për diçka që se din, ti ke me dhon llogari për atë që ke fol. Se Allah i madhërisht na ka mësuar në Kur'an dhe ka thonë la takfu ma laysa laka bihi ilm. Mos fol për atë që nuk e din. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula, sepse edhe ndëgjimi, edhe shikimi, edhe kuptimi, zemra kanë me dhon llogari për atë që flet ti pa dituri. Hafaz dije, po kjo s'bën dietar ti me dhon fetva. Se di Kur'ani përmendsh, ti se di kuptimin e ajeteve kuranore. Pse kisos me drese s'mundesh më bë mufti. Që ti Allah sa ke fillu bashmir me mësu. Pse ke shku në 5-6 derset e një hoxh, apo i ke ngu 50-100 derset një hoxhës, nuk je bo dietar. Edhe nuk jep kjo drejti me dhonë fetfa. Na, gjithashtu, nuk kemi drejt na me fol për mendjes tonë nëse na nuk i referohemi qëndrimeve, analizave, mendimeve, sharimeve që japin dietarët para nesh. E pastaj të mbështetur në sharimet e tyre na me thonë një fjalë të tyre me përcjell të jo. Sidoqoftë, krahasimet janë manifestimi i diturisë. Sa më shumë që kemi dituri, të dobishme bëjmë krahasime të sakta. Sa më pak që kemi dituri, bëjmë krahasime të gabume. Andaj Abdullah ibn Omer radiallahu anhu megjithëse ishte rrit në prehrin e dietarëve, edhe është marrë me, e ka shoqëruar më të mirën e dietarëve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur lexonte një ajet kuranor, çante nga shqetësimi që kishte prej porosisë që jepte ajet kuranor. Thot Allahu dhu xhelal tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi wala yaqiluha illa al-alimun. Në Kur'an janë shembuj që na i sjellim për njerëzit, e ato shembuj nuk i kupton askush përveç atyre që janë të ditur. E kur kalonte një shembull në Kur'an e se kuptonte Abdullah ibn Omer i çante, kjo është argument që unë s'po di. Se më pas ditë e kisha kuptu. Ana sa ajetet Kur'anit na kalojnë si kuptim. Edhe mas në ti mendon se din diçka. Feja jote që është më e shtrenjta, që është më e rëndësishme, shkon test për patent shofer, e shleton ka pak atë testi që kur shkosh më thjesht DVD se do të më marr patent shofer, e më marr patent shofer pa dije, do të e merr po problemi se nesër mundesh me bë aksident e mbyt dikën, thu baron pse diçka. I jep rëndësi patent shoferit më shumë se fesë tonë. Kini test për me marr vizë për një shtet perëndimor, duhet me mësu gjuhën, shkon kurse mëson gjuhën, pse? Se duhet
me mush xhepin me euro, edhe ki vullnet e pasion me shkua me bon 10 orë, 20 orë, 50 orë, 100 orë, 200 orë, pëse? E fejnë tonë që të asiguron dynjon në ahiretin, s'ki vakt me dhonë rëndësi edhe me mësu. E pastaj mbushet rrjetet sociale me krahasime të çuditshme, të habitshme, edhe thu, kush va mëson muslimanëve këto shembuj, ku i marrin këto shembuj, në cilën xhami, në cilin ders, në cilën libër i kanë gjetë këto shembuj ata, këto krahasime që bëjnë ata. Manifestim, alamet i ignorancës. Sepse as i krahasime nuk mundet me ti shkaktu dituria, vetëm se ignoranca. Andaj, krahasime që kanë bërë mushrik përballë pejgamberëve të Zotit, zakonisht kanë qenë krahasime të gabuara, edhe kanë qenë arsye ose shkaku i vazhdimit të tyre në idhujtari dhe mos pasim të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, kur kundërshtoi populli Thamud, faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dalalin wa su'ur, na me ndjek një njeri si na, atë na jemi të devijuar dhe jemi të shmendur. Shive, subhanallah, basharan wahidan minna, tha një njeri nga mesi jon, një njeri. Edhe na e kemi lezu këtë ajet kuranor, po s'kemi mujt me nxjerr këtë mesele. Ulemat kanë thonë, ky ajet kuranor është argument për një mesele shumë të rëndësishme të akidës. Është një debat mes ulemave të ehli hadithit dhe etherit dhe ulemave që janë apologjet mutekellimun, se për akide a mjafton një lajm khabarul wahid, një lajm i cili na ka ardhur ka një rrugë, apo duhet me kon khaberi mutawatir, na ka ardhur ka shumë rrugë që e bën pamundur me qenë pa vërtet. Nëse në shkencën e hadithit, hadithet ndahen ahad dhe mutawatir. Kush kanë dëgjuar për xhallarëve temat shkencës së hadithit e din se hadithet ndahen në hadithet ahad dhe hadithet mutawatir. Ahad janë ato hadithe që na vijnë neve nga një transmetues, një sahabe, një tabiin, një etba'u tabiin e kështu me radhë. E mutawatir janë hadithe që na vijnë prej shumë sahabeve, shumë tabiinve e kështu me radhë, kallaballok. Edhe çka është dallimi mes parës edhe të dytës? Kanë thonë ulemat e hadithit, khaberi mutawatir është ai khaber që numri i madh i transmetuesve të atij lajmit e bën të pamundshme me qenë gënjeshtër ajo, sepse së mirën vesh 5-6 vetat një brez me u marr vesh me bo rrein nisen. Është e pamundshme me qenë gënjeshtër. Te haberi ahad, edhe ai që është i përpikt nuk gënjen, mirë po për shkak se është një njeri ka mundësi me transmetu me mangësi ose me gabime. Edhe andaj disa pi ulemave që janë brezave të mëvonshme të islamit, kanë thonë në akide na nuk i pranojmë hadithet ahad, vetëm hadithet mutawatir. Duke nis nga ky rregull logjikor. Ulemat e sunnetit, ulemat e hadithit kanë thonë ky ndarje është vetëm për ta kuptuar mënyrën se si na vijnë hadithet, jo për ta kundërshtuar vlerën që kanë, sepse edhe kjo ka vlerën e njëjtë. Përderisa transmetuesit janë të saktë. Argumente ka plot. Njëra për argumenteve është kjo. Thënia e popullit Thamud për Salihun alayhis salam, tha, ati besojmë një njeriu. Domthon për ta që është si na, për ta nuk ishte problem se është një, po problemi ishte se është si na. Andaj ai qenë ka argument vetvete. Po pse qenë ka njeri, ati mu duket çudi njeriu me komuniku me Zotin. Edhe andaj e kanë demantu. S'është problem se është një, po është problem se është njeri. Edhe andaj ulemat kanë thënë ky ajet kuranor është argument se khabarul ahad, haberi ahad është argument në akide. Se ky pejgamberi i Zotit punë e parë që ja ka treguar popullit është akide. Punë e parë që ka treguar popullit është akide. Andaj neve na mjafton me qenë njeri i besueshëm, ai që na flet për Islamin. Pastaj na mjafton neve ky fakt se Muadh ibn Xhabeli kur shkoi në Yemen nuk ishte kallaballok. Ishte vet
edhe shkoj edhe ftoi popullin e Yemenit në Islam, pite besimi deri te rregullat, dispozitat e fikut, ama ishte vetë. Kështu që, teoria atyre që thënë se haberi ahad nuk pranohet në akide veç mutawatir, kurse pranohet në ahkam, i themi na kjo qasë është e gabume, dhe nëpërmes këtij rregullit ju i demantoni 70% të akidës. Shumë rregulla të akidës bin poshtë sebeb që ti rregullit gabum që ju e promovoni edhe mbështetjeni në të. Kjo është debat që bën ulemat e ehli sunnetit me shkollat apologetike, mutekelimun ve ehli kelamit, si që janë esharit edhe maturidit edhe tjerët, përgjithësi, mirë po, ja ky ajet kuranor është argument për këtë mesele që kanë thonë ulemat, është argument i qartë për pranimin e haberit ahad, nëse transmetuesi është i drejtë, dhe me këtë i përgjigjemi atij që e demanton një gjë të tillë, sepse do të ata nuk e demantuan faktin se Salihu ishte një, por e demantuan faktin se ishte njeri sikurse ata. Këtu do ndalim në sonte në këtë ajet kuranor dhe mësimet që nxjerrëm për këtyre ajete, që inshallah të ndesë në arshën, vazhdojmë aty ku kemi lënë, duke lutur Allahun e Madhëshëm të na jap dije të dobishme dhe vepra të mira, në jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar Allahu i Madhëshëm në këtë mezhlis të xhairit për të mësuar këtë meselë. Allahu i Madhëshëm na bashkoft në gjendet e firdos me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.